Shumë në ne sot kemi mësuar fjalën, po kur vjen puna që ti bindemi fjalës nuk i bindemi. Fillojmë pastaj del karakteri i keq i yni. Del një karakter që skandalizohen njerëzit dhe ti thua unë dua Perëndin, unë dua të shërbej Perëndis. Okej, hajde shërbej Perëndis. Le të shohim çka karakterin tënd. Sepse në rast se ti nuk do të kesh karakterin e Krishtit, ti do jesh një blasfemues i fjalës. Prandaj Krishti i tha Nikodemit duhet të rilindësh. Do të thotë të rilindësh, duhet të heqësh karakterin e botës, duhet që Krishti të jeton dhe në te. Si thot apostoli Paul, nuk jetoj unë, thot, por jeton Krishti në mua. Çdo të thot kjo? Rilindi. Kur rilindja? Rilindi në momentin që zbriti fryma e shenjtë mbi apostolin Paul. Kjo është rilindja, që transformohesh, bëhesh pjesë e qiellit, bëhesh vegël e qiellit dhe përdoresh për lavdin e qiellit ku? Këtu në tokë. Siç u përdor kush? Jezusi. Ai ishte Jezusi 100% njeri. Si është Jezusi këtu në tokë? Nuk është nëpërmjet frymës së shenjtë. Nëpërmjet frymës së shenjtë. Ashtu duhet të ecë edhe një krishter sot këtu, që thotë unë dua të shërbej Perëndis. Duhet të mohoj veten e tij që të shërbej Perëndis. Jo thjesht ta kesh një uri, po duhet të mohosh veten tënde.